Kemi ardhur për drek në Elbasan, kemi ardhur për drek të shef Naimi, jo tamam në Elbasan, po ja do ma tregoj shef Naimi ku jemi, mirë se të gjej. Mirë se erdhe Redina, si e? Po mirë, si ka ardhur këtu, sa kohë bë që erdhe këtu? Tani kemi shumë nga 20 ditë që është hapur. 20 ditë dhe je plot. Duke qenë se jemi po aplikojmë shumë prontim, sepse duke qenë se kuzhina tradicionale Elbasan është një kuzhinë që do kohë të presin, pak që njerëzit mos të mërziten tavolina, por shumica e rasteve kemi me pronotime dhe tavat që ato porosisin, mundohemi që ti kemi me porosi, sepse s'arrim do të kapim kohën, se një tavë pak në Elbasan do rreth mbi 1 orë gjysmë 2 orë që të gatuhet. Unë jam vënë tavës e Elbasanit, sepse është unike në fakt, është origjinale, është shqiptare dhe kam provuar dhe diku tjetër të bëjmë një gatim, të marrë pjesë, ta shikoj, po sot kam ardhur te shefi i shefave. Vetëm që dua të shikoj gjithë ambientin për të kuptuar sa vend ka këtu, sepse kur ne vemi diku dhe tregojmë, pastaj bëhet nami, vin gjithë. Kështu që ma trego, ka vend për gjithë. Si jemi, vetëm këtu jemi brenda. Kemi dhe ambientet e jashtme që këtu është shumë bukur njerë, Il Bosco, dhe është në gjendet shumë kollaj. Si që nga Tjana, pra rruga dytësore, nga herë, po kemi atë që kalon shumica për shmangu trafikën që krijohet andaj, kalon dhe nga kjo rruga këtu pjesa e Tiranës. Po kërkoj Il Bosco, shef Naimin se e gjen të gjithë. Atëherë ku jemi tani jashtë? Kalim ka ambientet e jashtme. Jashtë qeka sa duash. Jashtë qeka pylli vërtet, Il Bosco. Kjo është pjesa e jashtme. Për fat, nuk mbaron as vera, as vjeshta, janë bashkë, nuk e lejojnë dimrin të vikë. S'po ta bëjmë mastina tash, sepse edhe kuzhina tradicionale Elbasanit se po kalojmë dje ke pjesa e kuzhinës, parë me të pyetur çfarë ke qef të konsumosh për drek, unë do të tipja bëj një rezime të kuzhinës tradicionale Elbasanit. Po, për drek Elbasanit kemi ardhur. Kuzhina Elbasanit është një kuzhinë që është stinore, por tani ne si dallim do të mos stinët. Pse si është stinore? Thamë që është një kuzhinë stinore, sepse çdo tavë Elbasanit ka stinën e vet ku konsumohet. Nuk mund t'i konsumosh në fjalë tavën e kosit në 10 orë. Pse tava e kosit kuror? Kujt i përket? Cilës kohë? Tava e kosit është në fillimi, fundi i gushtit, fillimi i shtatorit, pra është pjesa e tavës kosit. Ndërsa në 10 orë, në janar, është tava me pistil. Pistil është ajo me kumbulla? Po, ajo me kumbulla, në fjalë është që bëhet dhe me gjoksin e dashit. Prandaj thash pak më para që ne nuk kemi Unë kur thash dua tavë pistil, unë kisha kokë spinaqin, ja futa kot komplet. Kështu që mi tregoj tamam se po flet me njëri që nuk i di. Atë do flas, do ta tregoj edhe për tavën e pistilit se unë me që di se pas e provuar kam dëshirë që ta gatuaj sot. Jo, pistilin nuk e kam provuar, e di që në shumicën e rasteve për Elbasan është përfaqësuar gjithmonë nga tava e kosut ose ballakumja. Janë dy gatime që përfaqësohen më shumë. Ti na tregove karamelezana. Po, ai është diçka që unë po përshtasim fjalë sepse restorani nuk do ketë vetëm tavë tradicionale, por do ketë edhe menu të ndryshme që kemi. Do shta mund t'i prekim pak, sepse unë jam munduar disa nga gatimet tradicionale, përveç originaliteti që do i kam sjell në restorant, por po i sjell edhe në gurme. Nëse do kemi kohë, do të përgatis atë qumshturën e çamërisë që ta sjellim ndryshe, fjalë jo me ato tavat e mëdha, por si është qumshtori i çamërisë? Qumshtori i çam bëhet me peta. Me peta. Qumshtohet peta në fjalë më dy. Po s'ka problem, unë rri edhe kur gatush për ata darkës, si? Rrit shoqëroj, rrit bëj muhabet. Edhe fjalë kam sjell për edhe kam marrë disa nga pjesë të tjera të Shqipërisë, nga jugu kam sjellë për shembull rosnicën, e kam sjellë në metodën e risottos apo jufkën e dibës e kam sjellë me shafranin e beçit, pra jam munduar kuzhinë tradicionale përveç tavave origjinale të sjell edhe në gurme. Nuk mund të bëhesh kuzhinier i mirë nëse nuk e njeh Shqipërinë, edhe nëse nuk e do Shqipërinë, se ata që vinë të hanë, dhe faktikisht unë vi këtu sepse më dërgoi Elton Çavushi, njëri që e besoj, i cili sjell të huajt që duan Shqipërinë. Edhe kur ai thotë shko këtu, duhet shkuar patjetër. Ne vendosëm sot vim për drek si dritare dhe unë vendosa të kuptoj pse kënaqen kaq shumë të huajt nga kuzhina jote. Dhe këtë do doja të kuptoja, po sepse ti e njeh. Të sjell origjinalitetin e tavave të Elbasanit. Pra të sjell origjinalitetin e tavës kosit, e tavës pistilit, por pak më para po thoj që shumica gjithë këtyre kanë përfaqësuar vetëm me tavën e kosit dhe me ballakumen. Por nuk është vetëm këto dy, janë tavat, prandaj tash është stinor, se me ardhur në pranverë nuk mund të hash tavën e pistilit, por do hash mishin e kecit me kumat jeshile që dalin në pranverë. Pra, edhe mishi i kecit ka atë në maj që konsumohet, që është perulla më e mirë për të konsumuar kecat. Por janë dhe ato kumat jeshile sa po kanë dalur, pra kumën e marrë më jeshile kur është që përdorim në pranverë për tavën e kesit, por e kemi edhe në 10 orë me pistilin, me tavën e pistilit, pra që mblidhet dhe quhet zajri dimri. Prandaj thashë kemi pastaj janë vorbja me uvë që është prapë e dimrit. Vetëm të Elbasanit janë të gjitha apo të? Atë to tava që po përmendun janë të gjitha tavat e Elbasanit.
Të gjitha të Elbasanit deri tani. Është Revania me Mill Misri që shumë pak është përmendur për Revani me Mill Misri, më shumë është përmendur Ballokumja, por Revania me Mill Misri është akoma më e vështirë për të gatuar se sa Ballokumja. Pa kemi shumë gatime tradicionale të Elbasanit që është shumë pak i kanë përmendur, i gatuan. Unë duke qenë se jam dhe ke shkolla profesionale, mundohem që brezit dhe paktën të përshtatshëm në këtë pjesën e gatimit tradicionale.